Prishtina gjithmonë lun edhe fillon kampionatin për ambicie të mëdha. Lojtarët kanë merituar këto rezultate. Prishtina shkon me hapa sigurt të drejtë si më thonë mbajtjes vendit parë. Shpresojmë të shtunën të marrim 3 pikë që i meritojmë. Edhe ky sezon është që të synojmë titullin kampion. Çfarë do rrethone që garon Prishtina, çfarë do niveli lojtarëve që ka, Prishtina gjithmonë lun edhe fillon kampionatin për ambicie të mëdha. Ambicet e mëdha kuptohet janë me fitu titullin edhe me lujtë në Evropë. Njëjtën gjë ka bëu edhe këtë vit Prishtina. Për dallim nështë prej këto viteve të fundit, Prishtina këtë vit ka filluar shumë mirë sezonën. Kisha me qenë shumë i privilegjuar me vazhdu këtë mënyrë edhe me mbajt formën lojtarë çfarë kanë pas deri tash. Edhe besoj lojtarët kanë merituar këto rezultate. Shpresojmë tani ta kemi këtë ndeshjen e fundit që është një test. Menoj i rëndësisë të veçantë, një konkurrent tjetër, siç është Ballkani, që vitet e fundit normal ka qenë njëra prej ekipeve më cilësore në futbollin e Kosovës. Nëse kalojmë edhe këtë test, atëherë normal Prishtina shkon me hapa sigurt të drejtë si më thonë mbajtjes vendit parë, që është edhe synimi i klubit tonë. Mendoj që Prishtina ka cilësinë, ka nivelin. Po ajo që dëshmohet për ndeshjes ndeshje ka edhe lojtarët po tregojnë karakterin e tyre, se vërtet këtë vit e kanë marrë me mjaft seriozitet, edhe normal për këto rezultate janë edhe ata meritor. Për këtë derbi vetëm fitore asgjë tjetër, ekipa të javën ka punuar në intensitet shumë të mirë dhe shpresojmë të shtunën të marrim 3 pikë që i meritojmë. Prishtina gjithmonë është për titullin kampion sepse është ekip i madh dhe normalisht edhe ky sezon është që të synojmë titullin kampion. Ndeshja me Ballkanin është derbi, sepse edhe kemi bëjmë me një ekip që është e mirë, por ne jemi përgatitur mjaft mirë për këtë ndeshje dhe synojmë fitoren.